Në një lagje të zakonshme, me sfidave të përditshme, jeton një grua me 3 fëmijë. Për një kohë të gjatë ajo ishte pa punë, duke përballuar vështirësi të mëdha për të siguruar jetesën. Ditët kalonin mes përpjekjeve, sakrificave dhe një shpresë të heshtur për një mundësi më të mirë. Ajo kërkonte punë, kërkonte një derë të hapur, dhe një ditë ajo derë u hap. Sot ajo është pjesë e programit Punë në Komunitet, nga shoqata dhe zyra e punës. Çdo mëngjes ajo del me përkushtim për të pastruar hapësirat e lagjes së saj. Si shumë gra të tjera, ajo është e kujdesshme në çdo detaj, largon mbeturinat, shmangron ujin dhe kujdeset që ambienti të jetë i pastër dhe i jetueshëm. Por puna e saj shkon përtej pastrimit. Ajo mendon për fëmijët që luajnë poshtë pallatit, për të moshuarit që dalin për një shëtitje, për nënat që duan një mjedis të sigurt për familjet e tyre. Ajo e di se një hapësirë e pastër do të thotë më pak rrezik nga bakteret, më shumë shëndet dhe më shumë dinjitet për të gjithë. Fal kësaj mundësie, ajo ka rifituar besimin tek vetja. Sot ajo nuk është vetëm një nënë që përballet me vështirësitë e jetës. Ajo është një grua që kontribuon, që frymëzon dhe që ndërton një të ardhme më të mirë, hap pas hapi, çdo ditë.